Dosjet e Epstein, një burgosur misterios hyri në qelinë e tij natën që kreu vetvrasje. Dokumentet e reja tronditse në arkivat Epstein japin një rrëfim kontradiktor të orëve të fundit pedofilit miliarder ndërsa ishte në qeli. Dosjet Epstein publikuar së fundmi kanë zbuluar se autoritetet besojnë se një burgosur misterios mund të ketë pasur qasje në vendin ku mbahej Jeffrey Epstein natën e vdekjes së tij. I fshehur midis 3 milion faqeve me dokumenta ligjore dhe mira mesazheve, qëndron një ekspozit që duket se bie ndesh me versionin zyrtar të orëve të fundit pedofilit famkeq. Hetuesit federal shqyrtuan pamjet filmike me qark të mbyllur nga qendra korrektuese metropolitan në New York, ku ishte i burgosur Epstein dhe vun re një figurë portokalli, duke u ngjitur në një shkallë për në qelinë e tij natën e vdekjes së tij. Sipas të dhënave zyrtare, Epstein kreu vetvrasje diku pas orës 6:30 të mëngjesit në 10 gusht 2019, kur zbulua nga një roe burgu duke i shpërndar mëngjesin. Raporti fillestar i mjekut ligjor arriti në përfundimin se ai kishte kryer vetvrasje duke u varur. Megjithatë, deri më sot nuk është përcaktuar asnjë kohë zyrtare vdekjes, pasi 2 nga kamerat që monitoronin qelinë e tij u gjetën të mos funksionuara dhe më pas u vënë në shqyrtim nga FBI. Raporti theksoi se në orën 22:39 të mbrëmjes 9 gusht 2019, agjentët e FBI-s vënë re diçka portokalli që dukej sikur po ngjitej shkallëve të katit L, ndoshta një i paraburgosur që po shoqërohej në atë kat. Pavarësisht kësaj, analiza nga 2 autoritetet hetimore bie ndesh me deklarata publike të bëra nga të paktën 2 zyrtarë të lartë amerikan. Bill Barr, i cili ishte prokuror i përgjithshëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë mandatit të parë të Trump, pretendoi në një intervistë të vitit 2019 se ai kishte shqyrtuar personalisht pamjet e sigurisë që konfirmonin se askush nuk hyri në zonë ku Epstein po qëndronte natën kur vdiq, dhe majin e kaluar ish zëvendës drejtori i FBI-s, Dan Bongino i Fox News, ka video të qarta si drita. Ai është i vetmi person atje dhe i vetmi person që del. Mund ta shihni.